Radio Kosova. Reportazh. Në zemër të Drenicës, aty ku historia është shkruar me sakrificë dhe përkushtim, fshati Likoc festoi një jubile të rrallë. 100 vjetorin e themelimit të shkollës fillore dhe të mesme të Ullët Fehmi Rama. Kjo shkollë, e cila për një shekull ka qenë vatër diturie dhe edukimi për gjenerata të tëra, u kthye në epicentër të kujtimeve, emocioneve dhe krenarisë kombëtare. Nga themelet e para, në vitin 1925, deri te emri që mban sot në nder të dëshmorit Fehmi Rama, kjo shkollë përfaqëson një histori të gjallë të zhvillimit të arsimit në Kosovë. Shkolla e Minduraku në Likoc u themelua në vitin 1925, në një periudhë ku shkollimi në gjuhën shqipe ishte sfidë e madhe, veçanërisht në viset e Drenicës, ku ndikimet politike të kohës synonin asimilimin dhe ndalimin e kulturës shqiptare. Megjithatë, përkushtimi i banorëve të fshatit dhe mësuesve të parë bëri që mësimi të mbahej. Një tjetër e veçantë e këtij institucioni arsimor është se aty rregullisht shkolloheshin edhe vajzat. Madje, në vitin shkollor 1954-55, për vajzat e klasës së 8 u organizua një ekskursion nëpër Jugosllavinë atëhershme. Ato vajzat e udhëhequra nga drejtori i asaj kohe Habib Gashi shkuan të veshura me veshjen kombëtare të vajzave të Drenicës. Punën e nisur nga drejtori Gashi e vazhduan edhe personeli tjetër arsimor. Gjatë dekadave, shkolla përjetoi zhvillime të shumta, nga ndërrimi i sistemit arsimor gjatë Jugosllavisë, përjashtimi i mësuesve shqiptar në vitet 90-ta, deri te mbajtja e mësimit në shtëpitë private gjatë viteve të okupimit. Me gjithë sfidat, shkolla mbeti një vatër që nuk ndaloi kurrë së punuari për edukimin e brezave të rinj. Gjatë luftës, kjo ndërtesë u shkatërrua, e bashkë me të edhe shumë dokumente të rëndësishme. Kjo shkollë pati një rol të rëndësishëm gjatë periudhës së luftës, pasi sikurse edhe objektet përreth shërbeu si një nga bazat e UÇK-s. Pas luftës së vitit 1999, shkolla mori emrin e dëshmorit Fehmi Rama, i cili ka rënë heroikisht më 14 prill 99 si pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Emri i tij u bë simbol i qëndresës, përkushtimit dhe sakrificës për liri, duke i dhënë shkollës një identitet të ri, jo vetëm si institucion arsimor, por edhe si një vend për kujtimi dhe frymëzimi. 100 vite, pas ditës së parë, kur nxënësit e kësaj jane të gëzuar nisën mësimet e para, ne shkojmë për të parë se si tani festohet kjo ditë. Përballa saj ndjesie nostalgjie që të përshkon pranë ndërtesës së vjetër me emrin e dikushëm e Minduraku, objekti i ri i shkollës Fehmi Rama ngrihet krenar, i ndritshëm dhe plot jetë. I ndërtuar me kujdes, ai është një dëshmi se si një komunitet që ka kaluar në periudha të vështira, sot di të ndërtoj të ardhmen me themele të forta. Zërat e nxënësve të gëzuar u shtojnë në oborrin mes dy ndërtesave. Drejtues institucionesh, ish mësimdhënës e ish nxënës, kishin ardhur për të nderuar e uruar ata që ende ecin në këtë rrugë për këtë përjetor të rëndësishëm. Arsim Jusufi, për herë të parë në këtë shkollë, hyri në vitin 1984. Atëherë një nxënës me ëndra të shumta, ndërsa u rikthye pastaj si mësimdhënës, e tani pothuajse një dekadë është drejtor.
atër kur kanë filluar klasën e parë, si nxënësi shumicës mysafirëve të ftuar, sa veteranëve që na nderuan në praninë e tyre. Po e njëjta shkollë, vetëm se tash objekti ka ndryshuar para arsye se objekti vjetër gjatë luftës është ndezë flak nga forcat pushtuese serbe. Unë nga dita e parë kujtoj mësuesin tim të dashur, Islam Krasniqin, se sa rekord, edhe më vjerti sot shumë mirë që ishte i pari që erë këtu, edhe ma uroj. Kujtoj gjithë gjeneratën e vjetër, cilët kemi respekt maksimalisht, respekt që ndoshta ata me të vërtet nuk e kuptojnë çfarë respekti kemi ndaj tyre, sa obligues jemi ndaj tyre. E kujtoj kohën, ndoshta më mirë kujtoj shkollën fillore, që kanë klasë sapor deri në 8-ën, se fakultetin kur e kanë përfunduar. Edhe Hashim Kadriu, tani mësimdhënës i gjuhës angleze, për herë të parë në këtë shkollë erdhi si nxënës. I motivuar nga mësimdhënësit e tij të asaj kohe, ai vendosi të ndjek rrugën e tyre. Shkollën që e pam përballë është shkolla e vjetër me emrin e Mendorakun. Në kohën kur është shujtur në Mendorakun, isha nxënës e asaj shkolle. Dhe gjithë ta mësues që i pam parë, më herët pra janë mësimdhënës të mi. Shumica prej tyre kanë qenë mësimdhënës të mi. Dhe unë ndihem krenar për mësimdhënës që kam pasur. Tani nga dashuria për mësimdhëni që më kanë nxitur mësimdhënës të mi, edhe unë vendosa të bëj mësues. E kam filluar në vitet 90-ta, pra në vitin 1992 për herë të parë kam hyrë si mësues dhjetar në këtë shkollë. Pra ishin vitet të rënda, vitet kur arsimi përballej me problemet më dha. Në shtatorin e vitit 1992, Hashim Kadriu rikthehet në këtë shkollë si mësimdhënës për të mos e larguar më ditarin nga dora. Ëndra ime ishte që të bëhem mësues si mësues të mi, të cilët më frymëzuan me shumë atë dashuri dhe kënaqësi që një ditë ta kem ditarin në dorë. Dhe kjo më ndodhi. Rezultatet e mia me këtë shkollë i tim në mësimdhënës të tjerë dhe ishin nxënës të mi në këtë shkollë sepse kemi qenë jashtëzakonisht taftë të nxënës komunikues dhe kjo na ka bërë që ne të arrijmë rezultate të këndshme në shkollë. Por me gjithë këtë numër të vogël nxënësve dhe me punën e vyshme të tyre dhe mësimdhënësve, ne po arrijmë rezultate të mëdha. Mund të shihni nëpër moralet e shkollës, nëpër korridorët e shkollës sonë ose kanë demolacion e shkollës tonë, mund të shihni rezultatet milione, kupat e mëdha dhe medalet që kemi tani. Mund të vizitoni të gjeni në katën e sipërme për rezultatet e kësaj shkolle tonë. Për pos numrit të madh të nxënësve, kjo shkollë kishte suksese të mëdha. Shkolla vjetër në gjuhën e saj ka pas numër të madh të nxënësve. Kur unë isha nxënës ishin afërsisht 800 nxënës, sepse fshatat përreth gravitonin në këtë shkollë. Vetë historiku i shkollës që shkollë 100 vjeçare tregon se në atë shkollë kanë vijuar numri i madh i nxënësve dhe numri i madh i mësimdhënësve, që disa prej tyre dhe i pam. Dhe unë e kujtoj ditën e parë shkollës, një ditë më të rëndësishme për mua. Ka qenë dita më e bukur për mua, sepse nuk dija si fëmijë, nuk dija se çfarë do ndodhte me mua. Nuk ishte atëherë sigur tani që janë kopshtet, atëherë ishte ke ndryshe. Dhe fillimet e kam filluar në vitin 1978. Për herë të parë në klasën e parë isha në vitin 1978. Dhe këtu e asaj ditë mbaj mend që ne kemi pasur rezultate të mëdha. Unë si nxënës, ish nxënës i kësaj shkolle, e di që kemi pasur rezultate jashtëzakonisht të mëdha në aktivitete ndryshme, në gara ndryshme komunale edhe krajnore në atë kohë. Numri gjithnjë më i vogël i nxënësve po e shqetëson edhe drejtori Jusufi. Tani në këtë shkollë ndjekin mësimet më pak se 200 nxënës. Plan programi, tash edhe në hyrjen e kornizës kurrikulare, gjithçka po zhvillohet si duhet. Shkolla pak a shumë është e pajisur me mjete teknologjisë, me pajisje shtypshtrura ndryshme, gjë që nuk e lëm keq mësimdhënësit apo nxënësit në zbatimin e kurrikulës. Problemi kryesor është numri i nxënësve për shkak të zhvilluar. Edhe pse ne që thot kushtimisht populli me gjyks po mbajmë, duke munduar që të arriturat që i kemi vetë pas vitit, të mbajmë në të njëjtin nivel, por realisht numri i nxënësve nuk po na lejon as sa duhet. Për një dekadë pothuaja 50%, pothuaja. Afër 50% ka rënje të numrit të nxënësve. Përkushtimi i mësimdhënësve dhe nxënësve ka bërë që sukseset të jenë të shumta. Drejtori tregon. Kjo shkollë që nga themelimi, këto 100 vite më parë, pati sukseset një pas njëshme. Suksese këto, të cilat u arritën fal punës suaj të dashur veteran të arsimit të shkollës sonë. Mirë po, këto suksese nuk ndalen mash, vazhduam edhe ne pas arsit tuaj. Vlen përmendet se vetëm gjatë viteve të fundit, kjo shkollë ushtëlis me 12 vendet para në nivel komune, 5 vendet para në nivel regione dhe 3 vendet para në nivel republike. Këto sukseset shumëta dhe të tjera nuk do të arrishin pa punën
dhe angazhimin vetë më uës të nxënësve dhe mësimdhënësve, për çka jemi shumë falenderues. Entuziaste është edhe Albinita Gjemajli, mësimdhënëse gjuhës shqipe në këtë shkollë. Ky është viti im i dytë që jam këtu në shkollë, edhe besoj që është përvoja më e mirë që duhet me gëzu çdo gru shqiptare, më thonë qenit në një profesion, edhe sidomos qenit mësimdhënës është diçka e shejtë për arsye sepse brezat që vinë dalin sporin nga mësimdhënësi, e pastaj domethënë neve na zhvillojnë, neve na ngrisin përpara, domethënë nxënësat të cilat dalin prej bankave shkollore dhe prej shkollës. Edhe kryetari i komunës së Skëndera, Fadil Nura, vlerëson lart punën e mësimdhënësve të kësaj shkolle dhe suksesin e nxënësve. 100 vjetori kësaj shkolle, sipas tij, është një ditë e rëndësishme për arsimin. Një ditë e rëndësishme të kulturës, një ditë e rëndësishme të gjuhës dhe përfaqësimit tonë kombëtar. Sot, në të vërtetë, ndihem krenar që jam bashkë me ju këtu në shënimin e 100 vjetorit. E një shekulli angazhim, një shekulli mësim, sakrificë, këtu në likovcin e traditës, të besës dhe të sakrificës. Prandaj kështu do të jemi bashkërisht për të vazhduar këtë mision, këtë traditë të një institucioni, nga i cili kanë dalë njerëz dhe figura, personalitete të rëndësishme që i kanë shërbyer vendit. E në mesin e tyre është ish nxënësi i kësaj sot heroi i Kosovës, Fehmi Rama. Na obligon edhe me tej, ne përgjegjësi të institucioneve publike, bashkë me menaxhmentin e shkollës, që të avancojmë, të përkrajmë, të ndihmojmë edhe me tej këtë traditë mësimdhënies dhe të mësimdhënies të këtij institucioni me një traditë njëshekullore. Pas luftës së vitit 99, shkolla mori emrin e dëshmorit Fehmi Rama. Vëllau i tij, Hakiu, thotë se në këtë institucion brezat u rritën me dashurinë për vendin. Një shekull më parë kjo vatër e dijes hapi dyert për fëmijët e kësaj one me një ëndër të thjeshtë por të fuqishme, që brezat të rriten një djeni dhe me dashuri për vendin. Sot, pas 100 vitesh, kjo ëndër vazhdon të jetoj, të rritet falë për kushtimit të shumë brezave, juve mësimdhënës, nxënës dhe vendas. Fehmi Rama nuk ishte vetëm një luftëtar, por ishte një djalë që kishte ëndra të mëdha për vendin. Ai ishte ndër ata që besuan se liria nuk dhurohet, por fitohet me sakrificë. Të dashur nxënës, ju jeni vazhdimësia e këtij rrugtimi. Brenda këtyre mureve është shkruar historia e 100 viteve. Mësoni, e ndroni dhe punoni fort, që një ditë emri juaj të jetë pjesë e kësaj historie të lavdishme. Për dashurinë për vendin dhe ëndrat e realizuara, flet edhe Albert Aslani, që pas disa dekadave erdhi për të shënuar këtë 100 vjetor. Tash unë 35 vite kam. Shkolla këtu Fehmi Rama e më ndurau katër, ka qenë shkolla e parë, kam kaluar 2 vitet e para, klasën e parë dytën, pastaj patëm ndru, nëse s'gaboj 2 ose 3 shkolla tjera. Për shkak të kohës luftës, po më kujtohen fragmente, po jo mirë. Masnej periudha luftës, periudha pas luftës, shkolla ka marrë një emër të merituar, emrin e një heroi, e një dëshmori, trajonit tonë, Fehmi Rama. Si shumë fëmijë, në këtë trajon dhe në komplet Kosovë në dhone, e kom pas fatin edhe të mirë dhe të keq me përjetu luftën, edhe njona për ëndrave si fëmijë ka qenë që me qenë ushtar, me qenë ushtarak. Kjo konë diçka me që unë rritë në familje me babën, me djemë të agjës edhe me komplet. Edhe ato ndër, unë fatmirësisht e kam rri, o mas e kam përfundu shkollimin e mesëm, unë jëmë bashkan gjitë në akademinë e ushtarake të Forcës Sigurisë Kosovës, trupa mbrojtjes Kosovës atëherë, ku kem kalu shkollim për 4 vite, 2008-2012 në Akademi Ushtarake, mas e ka fillu shërbimi i rregullt ushtarak deri në vitin 2023, kur edhe unë kam dalë prej FSK-s. Pra kam shërby për 15 vite. Është një ndjenjë e përzime, për mu fatkeqësisht kjo është hera parë që vinë në shkollë tamam si sot. Ka kujtime që lidhen me fëminin, ka kujtime të hekave që e kemi pas, kushtet nuk kanë qenë atë kohë si qenë tani. Alberti arriti të bëhej ushtarak. Erblina, Vjosa e Hyra, bashkë me shoqet dhe shokët e tjerë, vazhdojnë të ndjekin mësimet dhe ëndërrat e tyre. Ato janë të lumtura që janë pjesë e një institucioni një shekullor.
Unë jam Erglina Kadriu, jam 14 vjeç, jam klasën e 9 dhe domethënë vijoj mësime në shkollën Femira Malikovst, e cila sot feston 100 vjetorin. Shkolla jonë si pika të veçanta ka rezultatet e arritura, performancën si një ndër shkollat më të mira. Gjithashtu përveç rezultateve të arritura nga shumë nxënës, shkolla jonë kultivon shumë vlera tjera edukative arsimore. Unë jam Biusa Aliu, jam 15 vjeçe, jam në klasën 9 dhe vijoj mësimet në shkollën Fehmi Rama në Likovst. Kjo është një ndër vitet më të mira, domethënë që kam kalu gjatë që kam qenë në shkollë gjatë këtyre 10 viteve. Është viti më i mirë, mund të them edhe më emocional, sepse domethënë është viti i cili nuk do të vijoj më mësimet në këtë shkollë, do të vijoj në një shkollë tjetër, domethënë ky vit për mua ka qenë një ndër vitet më të mira, ku këtu kam kaluar, kam kujtimet më të bukura. Jam Luna Zimberi, jam 14 vjeç dhe jam në klasën e 9. Diçka që e karakterizon në shkollën tonë që nuk mund t'i vrej tek shkollat e tjera është harmonia apo edhe raportet të ndryshme që janë ndërmjet nxënësve dhe arsimtarëve apo stafit të shkollës. Ajo që i karakterizon nxënësit e kësaj shkolle është mirënjohja dhe edukata e mirë që kanë. Albenita Gjemajli thotë: Kur të mendoj për nxënësat, sidomos nxënësat e shkollës së Likocit, s'pari më vjen buzëqeshja e tyre në mend, për arsye sepse janë shumë të buzëqeshur, janë shumë të dashur, sidomos e karakterizon një farë mirënjohje e brendshme që nuk mundesh me has çdo kënd, domethënë nuk mundesh me has të çdo njeri dhe të çdo fëmijë. Janë shumë mirënjohës ndaj gjithë atyre që e shohin që po japin kontribut për ta, sidomos mësuesit, dhe në përgjithësi janë shumë të interesuar, sidomos për lëndë mësimore, aty ku ne kemi një nivel ose shumë nxënësa të lartë, domethënë që interesuan shumë, ose kemi pak më shumë nxënësa që nuk janë pak të interesuar, por që në vërtet edhe ata janë cilët i kanë shumë të mira, domethënë, dhe kjo është njëra prej arsyeve pse unë vi çdo ditë me vullnet në punë. Objekti i ri i shkollës është ndërtuar në vitin 2002, por kabinetet ende mungojnë. Drejtori Arsim Jusufi thotë se ka nevojë për investime të reja. Po shkolla ka nevojë kryesisht për ambientet të kabineteve. Megjithëse numri i nxënësve nuk është i madh, sado që mbetet numri i nxënësve, ata kanë nevojë për pajisje shtesë. Kemi nevojë ose ta rifunksionalizojmë objektin e vjetër, edhe pse është monument i mbrojtur kulturor historik, ose ndërtojmë një aneks të vogël që kabinetet në lëndëve, sidomos lëndëve teknike të jenë të gatshme, po ashtu ka nevojë për një rregullim të brendshëm. Ndoshta inventari është pak a shumë i servitruar që nga hapja e shkollës në vitin 2002 është i njëjti inventar, kemi nevojë këto gjëra pak a shumë. Objekti i ri nuk e zamëndson të vjetren. Përkundrazi, ai është vazhdim i natyrshëm i një rruge që filloi me sakrificë dhe dashuri. Këto dy ndërtesa, të ndara fizikisht, janë të bashkuara shpirtërisht. Njëra rrëfen kujtimet, tjetra ndërton ëndrat. Dëgjuat reportazhin Shkolla Fehmi Rama, një shekull histori. Autore Flutura Abdullahu Pajaziti. Realizimin teknik Behram Rukiqi.